S'monët mu kërkosh me mu rejtën. Po ju, po te që po m'ik, te që po m'ik. Para syve mu kërkosh s'monët me mu rejtë. Jashtë, ose sheftas, ajo tjetër. Ama para ftyrës, a dim pse? Pse une jam shumë pozitive. Edhe jam shumë e dashne. Se e di vetë vetën. Ama une... Po e kam edhe atë negativitetin. Gjak nxehtësia, unë mendoj që ti me bo me ardhe dhe puna me marrë një njëri i natit ti më shpëkon shumë akmarse. Unë, kur njetë. Vëlla po, unë besoj që po. Se kja të bo për 10 sekunda dhe qaj 10 sekundë që mund dhe kun në mënyrë spontane diçka. Unë e shumë shkurt duraj edhe shumë kum duru njetë. Po kam i ardhë momenti edhe ato, çdo senit i vjen momenti. Se di, nashta në gjona caktume tjetës, mund është me kun, ama kështu nashta me... Shumë njetë jam kone durushme dhe... Qëre, sprovat janë për njerëz besueshëm, njerëz që besojnë shumë për besimtarë. Unë besoj shumë në Zot. Edhe... Nashta edhe qa jam ka botë fort. Po normal, momenti që s'ki shtyllë ku më bështetësh në ta, automatikisht njeri ma letë lëkundët. Ma shumë në Zot jam pështetë në Zot. Gjithmonë. Për çdo sfidë. Qërë, unë po thëmë momenti njeri që se ka një shtyllë ku më bështetit, automatikisht njeri shumë ma letë rëzot. Qysh po menon shtyllë? Çfarë shtyllë? Zoti është shtyllë. Po, Zoti është shtyllë. Momenti se ki besimin në qatë shtyllë që quhet Zot, automatikisht ti lëkundësh. Për shembull gjetja, kur bjem... Të thërë nëse nuk e ki edhe, unë e kam edhe shtyllën edhe familjen, kuptohet. Jo, shtyllë për flasë për Zotin, se kjo është diçka ma shumë se familja. Mas shumë ti, unë e gjithmonë jam shumë e lidhë me Zotin. Po te, unë qëta po thëmë se, qëre, është bashkë një pjesë që lidhet me qëto që po thuti, gjethet, kur bin nga dushku i pemës, kur të bin, ato nuk kam pesh, janë shumë të leta. Një fyry me vëmëra, qatë gjethe, herë shtyn djathas, herë majtas, herë rreth rrotull, herë çonajr. E tash, esenca është që nuk ka pesh. Sa i rezistancë, po do më thonë. Jo, nuk ka, qëre, kur nuk ka pesh, vjen lloj stuhije, edhe të rëzën. Lloj stuhije. Për shembull, beso, në njëri tash që beson Zot, do të muru. Për shembull, beso, se edhe unë kam gabime plot. Vetë fjala njëri në aspektin vetar do të thotë i gabushëm. Do të muru për shembull pjesën e veshës, do të muru pjesën e dalmës, pjesën e profesionit, pjesën ka shumë gjana, tash dashnia drejtim krijuesit është sakrificë e madhe. Dosh me ditë me ndërtu mure me thon stop. Po flas në kuptimin e rregullt, jo në kuptimin me ku ngju dikanin, kuptimin e rregullt mbos asaj sa kam informacion unë. Se besimi edhe feja është kurnizë në vete. Ajo është shtat në vete. Nuk të lën ty me dal jashtë kurnizave nëse mëno e man mënyrë të rregullt edhe mënyrë të paqët edhe mënyrë strikte. Se feja nuk do njerëz të lëkundur. Jo penqes qamin, jo pe hjeku, jo po dal, jo s'po dal, jo pe bëj, jo s'pe bëj. Feja do më po ju. Jo, ato sene nuk ban. Ato sene, jo, Jo, s'po thëmë për ty, jo s'po thëmë për ty. Absolut. Fe, ajden shumë. Sune përfshiva dhe vetën. Po e respektoj fejnë islame. Në kuptimin e dashnisë, ndjesisë, besimit, Po, zamrës, respektoj. Qikash? Ma shumë, nuk mëj me hi edhe me folë, se mëj mu me gabu, ose me i gjuna na i sen, kështu që nuk përzina ato. Asone si jam njeri kompetent që mëj me folë për këtë pjesë, pra shtim që mëj me shprej mendim. A tu ka thujthune e po mdukët? Po pak. Po. Së më një moj. Dhe për në leni rahat. A kime shku të? Jo. A për lujna këse? Ja, kjo është Securitas. Reality ose... Ja, obi ka me naknu sa unë të kë i vjetre. Ja, jo? Kjo është Securitas. Po, vërtet ose...
4